Që vlen sa për gjithë javë. Pra përqendrimi është maksimal në atë formë dhe pra ne këtë javë kam qenë në angazhim të plot për të lexuar, për të mësuar dhe për të marrë me muzikë dhe me radion, po them me veten time ca gjëra s'u shojnë kurrë. Jam poja Ertin që kam qenë para 30 vjetës, ndryshova kam dot. Po se çka mi përshtypje unë valla që ti e merr librin plago dhe ja bën kështu fat. Gjë ka i proces të ri që ja këshilloj gjithë atyre që studiojnë. Ka shumë rëndësi të kenë materialet që duhen të lexojnë online, pra të kenë format elektronik. Më thënë ti i merr me fish pa, jo kështu Absolutisht. Ke parasysh shumë rava? Tu, edhe fish update direkt, ha? Forti enciklopedi valla. Jo, është më mirë kur lexon online sepse mund të marrësh shënime dhe të bësh copy paste, të bësh të reqe, madje edhe të pyesësh ChatGPT në herë për çështje të caktuar brenda librit. Për shembull, ti ke 100 libra përballë. Nga ato të duhen se duhen 5. Po ndërkohë ato 95 tjerët kanë material që të duhet. Këto 5 duhet i lexosh. Po ato si lexon do të janë 95, apo? Mund marrësh i merr atë që ti do. I merr ato në format elektronik gjithmonë, i merr format PDF, ja hedh inteligjencë artificiale dhe i bën pyetje. Po jo ta pyesësh atë për ato librat. Do pyes për atë që ke thënë. Po e pyet për ato librat të rrjetit fshujtim rrena. Nëse pyet vetëm për atë gjë dhe e di si çaj pyet dhe di çaj kërkon, ajo ti jep atë material që duhet dhe pastaj ti ke kollaj ta gjesh. Domethënë një farforme çati na ka bë punë. Sa do themi, dëgjoj, ka lejt mirë, lejt keqe që të është biznes. Çati po trajnohet nga ne me pyetje të analizat komente. Fjala trajnohet ka kuptim në shkencat e kompjuterike, që do thotë një aplikacion ti mëson çfarë të bëj. Ndërkohë, inteligjenca artificiale po na skanon trurin, po na skanon inteligjencën, po na skanon njohuritë, karakterin, personalitetin.